Kjo është një prej historive më të veçantë të botës. Pjetri i Madh, cari i Rusisë, në vitin 1697, kur u bë car, vendosi që të modernizonte vendin e tij. Por problemi kryesor që ai kishte ishte mungesa e flokës detare. Në moshën 21 vjeçare, Pjetri i Madh, me një emër të rrenjtë dhe i maskuar, në pritis shoqëruar nga disa oficerë, dinjitar të lartë, aristokrat, por madje edhe nga disa inxhinier rus në Zaandam të Hollandës, për të mësuar se si ndërtoheshin anijet në kohën e Hollandës, kur ai ishte vendi më i zhvilluar i botës për anijet. Ai qëndroi në këtë shtëpi, eksaktësisht në këtë shtëpi, në vitin 1697. Mbritën 18 ush, qëndroi pak kohë, punoi edhe vetë si karpentier për të ngritur, për të mësuar si funksiononin anijet. Duke kthyer në Rusi, ai aplikoi metodat holandeze të fitimit anijeve, duke fuqizuar flotën ruse dhe duke tentuar të modernizojë të gjithë shtetin e tij, i cili ishte shumë brapa pjesës tjetër europiane. Ishte një prej rasteve sepse Pjetri i Madh udhtoi dhe në Angli me identitet të rrem për të sjellë si një njeri i zakonshëm, si një qytetar i zakonshëm dhe për të kuptuar se pse Europa po ecte përpara Rusisë. Kjo është një prej pikturave në një moshë më të madhe. Ishte 21 vjeç kur mbriti në këtë shtëpi, ishte zyra e tij, zona e qendrimit dhe sipër dhoma e vjetjes.